dy protestet organizuara nga komuniteti i biznesit dhe mbështetura nga organizatat ekonomike edhe nga Alianca e Biznesit, kanë pas vetëm në qëllim që të zbrapset vendimi i zëres ku bizneset e fuqishme i qetë në një treg të hapur dhe ai tregu i hapur është dhe tregu i lirë, ai është tregu i shtrejt. Ai është treg i mbyllur dhe është i shtrejt. Me këtë, neve po na rrezikohen më shumë se 143.000 punëtorë, që mund kompaniti ulin numrin e punësuarve, po rrezikohet imazhi i kompanive të fuqishme, dhe me këtë ne po tregojmë se ne kena politika vetëm për me zhvillu kompanitë e vogla, jo korporatat. Kurse në Kosovë kemi nevojë për korporatat fuqishme. Në këtë drejtim, protestat kanë pas një rezultat të theksuar, ku Keku tashmë do t'i furnizon kompanitë edhe për 6 muaj të ardhshëm me energji elektrike, por me çmim të hapur, me çmim të tregut. Kjo prapë është i shtrejt. Ne atë ditë kur kemi përfunduar, kemi dhënë një afat shtesë 10 ditor, dhe kjo kohë tash ka përfunduar, dhe ne javën e ardhshme do të ulemi të diskutojmë për hapat e ardhshëm me komunitetin e biznesit. Aktualisht energjia elektrike në Kosovë është më e shtrenjta në Evropë. Dhe asnjë investitor neve nuk do të na vjen në këtë formë. Ne po pretendojmë që përmes protestave të lënë Kosovën si treg i mundësive për investime. Në mënyrë që këto vendime mos të merren, sepse janë të damshme. Po nëse këto vendime do të fillojnë edhe veç kanë filluar nga 1 qershori të zbatohen, atëherë ne do të vazhdojnë me protesta. Kërkesat e komunitetit biznesit në Kosovë janë që të bllokohen krejt rrugët e Kosovës, duke të fshirë edhe autostradat. Me gjitha makineritë potencial që i kanë. Ne jemi duke shfutuar këtë kërkesë të tyre, dhe me siguri që nëse një kërkesë e tillë do të miratohet nga gjithë ne organizatorët, atëherë ekonomia e vendit pëson humbje të mëdha. Sipas 2 llogarive që i kena bërë të 2 protestave dhe ndikimi tyre në ekonomi, neve na ka dalë që për ato ditë ne kena humbur rreth 10 milion euro. Mjetet të cilat punëtorët, mjetet e punës janë dalë në qarkullim, janë dalë nga procesi i punës, janë shpenzue mauna, derivate, janë shpenzue, është shpenzu kohë, është shpenzu ushqim, është shpenzu gjitha këto, ka pas një impakt ekonomikisht negativ. Por, me pretendim se ky impakt do të kompenzohet me të ardhmen duke e zbrapsë këtë vendim. Ne tashmë gati kena 3 kompani që janë goditur nga ky impakt negativ i këtij vendimi të zëres i miratuar nga qeveria e Kosovës, dhe kjo njënën ka bërë që ka mbyll përkohësisht pikat e vet të punës, të shitjes, tjetra ka reduktu punëtorët, riorganizim të kompanive, dhe gjithë këta nuk kanë qenë thjesht vetëm punëtorë, ata kanë qenë edhe konsumatorë, kanë qenë edhe tatim-pagues, kontributdhënës në ekonomi, dhe kështu neve po na varfrohet ekonomia, duke ullë nivelin e standardit përmes riorganizimit të kompanive. Por, nëse kjo do të vazhdon, Kosova do të mbetet një nga vendet më të shtrejta në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë sa i përket energjisë elektrike. Dhe gjithë kjo kur i bashkohet edhe imazhi keq, imazhi keq politik, i cili tash
37 herë deputet e Kosovës nuk po mund t'i kryejnë institucionet, atër neve na del që ne si qytetar, po në veçanti udhëheqësia aktuale nuk janë zot ta udhëheqin shtetin dhe këto duhet që të vjen të bëhet një riorganizim i partive politike dhe i popullit që të mendoj që blokuesit të ndëshkoj, kurse ata që dojnë të ecën përpara me shtet të i shpërblej. Por, gjendja aktuale politike e ka bloku edhe gjendjen ekonomike. Dhe kjo neve të na kushton shumë sajtë.